Zoti i drejtohet Adamit me fjalët ku je. Pikërisht kjo është e pyetja që njeriu dëgjoi nga Zoti në ditën dhe momentin më të errët në jetën e tij. Ishte momenti pas rënies fillestare në mëkat, në kopshtin e Edenit. Pasi njeriu dëgjoi pyetjen ku je Adam? Ai përgjigjet: dëgjova zërin tënd në kopësht dhe pata frikë sepse isha lakuriq dhe u fsheh. Është pyetja e parë që Zoti drejton njeriu pas rënies në mëkat. Zoti nuk i thot çfarë bëre, as pse e theve urdhrin, por ku je? Është një pyetje marrëdhënie, një pyetje që kërkon zemrën, jo thjesht veprimin. Sot po lexoja historinë e Fjodor Dostojevskit, i cili në vitin 1849 dënohet me vdekje nga regjimi carist. Çohet në shesh për t'u ekzekutuar. I lexohet dënimi publik. Përgatitet skuadra e përshkatimit dhe në sekondat e fundit dënimi ju fal dhe u kthye në internim në Siberi. Pikërisht në këto çaste, mes jetës dhe vdekjes, Dostojevski përjetoi një zbrasti të thellë ekzistenciale. Në letrat e tij ai shkruante se njeriu kur përballet me fundin, e kupton se ai zhveshur është përpara së vërtetës. Dostojevski e pa lakurisinë e tij morale dhe shpirtërore dhe pikërisht nga kjo përvojë lindën veprat e tij si Krim dhe Ndëshkim dhe Vëllezrit Karamazov. Pikërisht në momentin kur ai eksploron fajin, frikën, pendimin dhe mëshirën. Ky njeri dëgjoi në zemrën e vet pyetjen ku je? Kur Adami dëgjoi zërin e Zotit, ai tha pata frikë, edhe u fsheh. 3 reagime në raport me rënien në mëkat. E para është frika. Më parë zëri i Zotit ishte gëzim, tani është kërcënim. Momenti i dytë është ndjenja e zhveshjes. Njeriu ndihet i zhveshur, lakuriq, jo vetëm në dimensionin fizik, por moral, shpirtëror. Turpi hyn brenda familjes dhe në historinë njerëzore. Momenti i tretë është fshehja. Nevoja për të fshehur, për të ikur, për të arratisur diku në një vend të sigurt. Njeriu i cili largohet nga burimi i jetës. Shën Agustini do thoshte zemra jonë është e shqetësuar, e trazuar derisa të gjej paqen tek ti o Zot. Ndaj frika jonë sot ka forma moderne. Reputacioni, imazhi publik na frikson, pushteti, krenaria intelektuale, ne ndërtojmë sisteme justifikimi për të mos dëgjuar pyetjen hyjnore. Por Zoti nuk e bëri pyetjen sepse nuk dinte vendodhjen e Adamit, ai e bëri për ta nxjerrë njeriu nga errësira e vet mashtrimit. Kierkegaardi shkruante se mëkati më i madh i njeriu është të jetojë në shpërqendrim, të mos përballet kurrë me veten e tij përpara Zotit. Ndaj pyetjet për sot janë konkrete. Ku je ti në marrëdhënien tënde me Zotin? Në integritetin moral? Ku je në identitetin tënd të brendshëm? A je në dritë? Apo duke u fshehur pas gjetheve të fikut të arsyetimeve? Perëndia nuk thërret për të të shkatruar, ai thërret për të të shëruar, për të të rimkëmbur. Ai nuk e mbyll kopshtin me heshtje, ai hyri duke kërkuar. Në Krishtin kjo pyetje merr formën e kryqit. Zoti nuk qëndroi larg lakurisisë tonë morale, përkundrazi ai vjen mes nesh dhe madje mbi kryq vendos të vdes i zhveshur, që të bëhet për ne zëvendësuesi ynë hyjnor. Më lejoni të ndaj me ju një reflektim të fundit të këtij meditimi. Frika të shtyn të fshihesh, dashuria të fton të dalësh, të vish dhe të takosh Zotin. Kur Perëndia thot ku je, ai nuk kërkon koordinata gjeografike, por ai të kërkon zemrën. Ai sot mos u fshi. Dil nga hijet, prano lakurisinë e mëkatit të një shpirti të zhveshur pa Zotin, sepse pyetja hyjnore është gjithmonë hyrja drejt mëshirës. I thuaj Zotit, Zot, ja ku jam, mos më lër të jetoj në fshehje, me guximin të qëndroj përpara Teje, jo me justifikime, por me pendim dhe me një besim të vërtet. Ejani miq, ejani drejt Zotit dhe nisni udhtimin tuaj të besimit. Mezi pres ju takoj një ditë personalisht. Ju që dëgjoni këtë mesazh, edhe mesazhet e meditimeve të tjera të ditëve gjatë këtij viti. Ju ftoj që takohemi në takimet e mrekullueshme të besimit, ku qindra njerëz luten, adhurojnë, këndojnë
dhe inkurajojnë njëri tjetrin në udhëtimin e tyre jetësor. Pra, mezi pres takoj një ditë nga ditët e takimeve të kishës tonë, eja merr guximin të takomi së bashku me Zotin. Zoti ju bekoft, keni një përqafim të gjithë.